Një dëshmi tjetër është popullimi i Shqipërisë është edhe kjo shkollë që ndodhet pas meje. Shkolla nëntëvjeçare Culli Zall. Është një shkollë e cila deri para pak kohësh gumzhinte nga vrapimet e fëmijëve, nga fëmijët e vegjël që ndiqnin shkollën, nga nxënës me çantët e shkollës, ndërkohë sot ajo është e mbyllur. Së fundmi më thonë banorët kishte vetëm 5 nxënës dhe u detyrua që të mbyllej dhe këto 5 nxënës tani do shkojnë drejt shkollës Nojës apo drejt shkollës Krujës. Mbyllja e një shkolle çon aty që do hapet një burg. Ka 2 vjet pra që kjo shkollë është mbyllur, edhe ky burim uji që shikojmë këtu ka mbetur vetëm, nuk ka fëmijë të vegjël për të pirë ujë. Ndërkohë nga ana tjetër këtu nuk ka as doktor. Është vetëm një infermiere që shkon nëpër shtëpia kur njerëzit kanë probleme shëndetësore dhe pa diskutim që kjo situatë duhet marrë fund një herë për gjithmonë. Ndodhem faktikisht në një nga zonat më të mrekullueshme të bashkisë Krujë, bëhet fjalë për malësinë e Krujës. Vetëm disa metra nga qendra e Cullinit. Komuna e Cullinit përfshin në vetvete disa fshatra, të cilat janë Bruzmal, Bruzall, Culli Zall, Culli Kamp, Shkreta, Mafsheqi, është fshati Ranzës, një komunë e cila faktikisht është lënë pasdore, është totalisht në mëshirë të fatit, po sigurisht tani është bregtisur edhe nga njerëzit. Njerëz cilët largohen çdo ditë më shumë nga kjo zonë e thellë, e cila është shumë pranë Krujës, por nuk gjejnë asnjë lloj shpresë sepse nuk kanë punësim, nuk kanë kushte. Agjenda për shpopullimin e shqiptarëve ka goditur shumë fort në këtë zonë. Kam gjetur këtë pikë për treguar bukuritë nga një rand të kësaj zone të mrekullueshme. Këtu jam në një nga godinat e rënuara kësaj zone, që ne do ta shikojmë që është simboli se si është braktisur vendi me kohë dhe si kanë ikur njerëzit. Njerëzit faktikisht kanë ikur nga malësia e Krujës, që është një nga zonat me potencialin më të madh turistik, sepse nuk i kanë shërbimet bazë. Këta i kanë plotësuar çdo kusht tyre njerëzve që të largohen.